Nisi si një festë e vërtet, por përfundoi me zhgënjim. Ishte një pushtim i mirëfillt me plot 12.000 tifozë të pranishëm në një transfer shumë të ndjer, megjithatë në fund fitoi Zvicra. Helveto triumfuan 2-0 në ndeshjen e dytë të grupit e kualifikues të botrorit 2014 dhe tashmë janë në rrugë të mbarë drejt evenimentit në Brazil. Në anën tjetër, Shqipëria u mposht nga shqiptarët Shaqiri, Xhaka, Berhami, Xhemaili e Mehmedi, por mbi të gjitha u tradhtua nga mbrojtja. 2 gola të pësuar dhe të 2 lehtësisht e evitueshëm. Kuqezindu ndëshkuan nga episodet, por u mungoi edhe fati. Alban Mea krijoi rastin e parë të rrezikshëm të ndeshjes me një goditje potente nga distanca e larguar me vështirësi nga portieri Benaljo. Por vetëm pak çaste më vonë skuadra e Debiazit jep shenjat e para të pasigurisë në mbrojtje, ndërsa ndëshkimi vjen në të 23-ën nga Xhertan Shaqiri. Mavrej nuk arrin të largojë si duhet një top, i cili përplaset e mesfushori shqiptar i Bayernit, që zotron në mënyrë të diskutueshme me dorën e majt. Megjithatë, për gjyqtarin Hategan, loja vazhdon dhe i vetëm me ujkanin Shaqiri e dërgon sferën në rrjet. Shqipëria reagon në fushë me një tjetër predh nga distanca që këtë herë vjen nga Ervin Bulku, ndërsa tifozët në tribuna nuk i kursejnë sendet e forta dhe ofendimet ndaj Berhamit. Pjesa e parë e takimit mbyllet me tentativën e shkëlqyer të Xhakës, që fatmirësisht për Shqipërinë përfundoi pak centimetra jashtë portës. Në fraksionin e dytë të lojës, Kuqezin nuk duken të ktjellët për të goditur kundërshtarët pavarësisht zvendësimeve të Debiazit. Në anën tjetër, Zvicra shfrytëzon një tjetër pasiguri të mbrojtjes shqiptare. Ujkani kushton një goditje të Shaqirit, topi mbetet në zonë me mbrojtësit që janë plotësisht jashtë pozicioneve, ndërsa në fund Dallgu shkakton faull ndaj Stoker dhe gjyqtari akordon 11 metësh, është minuta e 68. Inler ekzekuton me qetësi nga pika e bardhë dhe mbyll virtualisht ndeshjen. Por për Shqipërinë ka ende kohë dhe tentativat e Roshit, për mbi të gjitha si luri i Canës i neutralizuar nga Benaljo, që duke i pamposhtur, kanë rindezur shpresat dhe mbështetjen e tifozëve. Megjithatë, Shqipëria hedhur në sulm lë shumë hapësira mbrapa dhe Ujkani detyrohet të bëjë 2 ndërhyrje vendimtare përballë 2 shqiptarëve me Mehmedi e Xhaka, duke evituar turpërimin. Në fund sfida mbyllet me një tjetër tentativë nga distanca ta gollit. Lojtarët në fushë takohen dhe përshëndeten përzemërsisht me kundërshtarët dhe bashkombasit e tyre që militojnë te Zvicra. Megjithatë, të njëjtit mendim nuk janë tifozët që vazhdojnë thirrjet kundër 5 shqiptarëve që kanë zgjedhur shtetin helvet, ndërsa te Shaqiri duken qashtë shenjat e asaj që ka qenë një luftë e vërtetë në fushë dhe në tribuna. Por nëse në fushë Zvicra fitoi 2-0, në tribuna fituese ishte absolutisht Shqipëria, fal tifozërisë së jashtëzakonshme në Lucern.